Sa i përket vendimit të gjykatës speciale që të shtyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikurse gjithë ju. Për shkak se Qeveria e Republikës Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton në shërbim të cilit thuhet se është. Edhe një herë theksoj, Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirë po, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike, dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.